Diskutuar më shumë mbi aktualitetin politik në vend, por jo vetëm, do të zhvilloj një bisedë në këto momente me gazetarin Genz Burimi. Zoti Burimi, përshëndetje, faleminderit. Po, ju përshëndes. Zoti Burimi, Partia Demokratike duket se ditën e djeshme ndryshoi strategji, por a prodhoi diçka ndryshe në fakt? Më duket se ndryshoi strategji. Strategjia është ajo që ka vazhduar gjithmonë. Është strategjia e therisë së protestave, pra për ta rryer pak nga pak atë pushtetin e Ramës dhe për t'i lënë të kuptojë se këto protesta nuk do të ndalen dhe në një moment duhet një zgjidhje politike që kalon nëpërmjet zgjedhjeve të parakohshme. Kur flasim për ndryshim strategjie, flas për mënyrën e organizimit, pasi nuk pati fjalime në podium. Kjo është më tepër teknikalitet, nuk është si thua nuk është qëllimi i përgjithshëm. Kjo është thjesht për të lënë më shumë kohë shprehje së dufit në rrugë. Domethënë se kur flisjen në tribunë hajë gjysmore, treçajkore. Kjo është por nuk janë modalitete praktike. Qëllimi kryesor kjo është që si në ato filmat në mesjet kur ushtria që është jashtë sulmon një kështjell dhe bën her pas here krijohet një lloj rrethimi që zgjat me muaj tërë. Kjo është pak a shumë imazhi. Do të thënë pozicioni është gjë, por që kjo në këtë gjë po përjetojmë. E kuptoj. Ndërkaq, a mendoni se opozita nuk po e kapitalizon siç duhet situatën në vend? Ka të tjera mundësi për të bërë. Si për shembull? Në parlament se dëgjon kush, komisionet parlamentare se ngre kush. Bilusu pame që edhe atë delegacionin që duhet të përfaqësojë kuvendin pranë entiteteve të BE-s ishin eliminuar, skartësuar dy përfaqësues të opozitës. Pra, këtu është je pak ashtu një situatë në Turqi, nuk kërkosh nga Erdogani që të respektojë kryetarin e bashkisë së Izmirit që ka oponent, je në një situatë në Serbi, në situatë në Azerbajxhan, do shkoja më lart deri në Rusi. Po pak a shumë fuese në ato vende arabe, kur nuk është një pushtet që nuk dëgjon, kështu që çfarë mund të bësh të gjë ndryshe. Pra ata e bën një lloj kurngritje të dhunshme të thoja, gjysmë të dhunshme, por me atë etiketën paqësorë në mënyrë që të jepet në një formë si thua më të pranueshme nga ana perëndimorëve. Por tjetër rrugë kjo s'ka, tjetër xhokër në dorë, kjo opozitë nuk ka thua mundësi për të bërë një jetë parlamentare normale, ku tjetër të mohon edhe komisionin e timor parlamentar, ku tjetër të mohon edhe atë si thua praktik kushtetuese që kur drejtësia e ret kërkon heqjen e imunitetit duhet ta japësh, nuk ka më ura dialogu me këtë qeveri. Ndërkohë, zoti Burimi, a ka arsye kryeministri Rama të jap dorëheqjen me këto protesta që zhvillon opozita, pra a mund ta detyrojë zotin Rama për të dhënë dorëheqjen me këto protesta të përjavshme që organizon? Ky qëllimi mund ta arrihet pikërisht me një ndërmjetësi ndërkombëtare. Do mund të thuhet zotit Rama që vjen një moment që do të mjaftonte vetëm kaq apo do të mjaftonte vetëm kaq? Vetëm kaq do mjaftonte, po se rreziku është shumë i madh që vazhdimi i këtyre protestave mund të prodhojë një incident, një vras, një vdekje, vdekje nga një aksident, dhe pastaj situata del jashtë kontrollit, gjë që nuk është në interes të askujt sot në Evropë. Në një moment mund të thuhet do të Rama me qetësi që nuk është logjike që ta detyrohet ta megjithatë do ta uronin besoj diçka të tillë. Kush perëndimor? Jo, flas për incidentet që mund sjellin pasoja dhe më të rënda, askush besoj nuk do ta donte diçka të tillë. Pas nuk edhe Trumpi nuk mendonte që Irani do harkë në atë mënyrë. Që kjo është kur fillon një luftë, një konflikt, një protestë, kur fillon asnjëherë dihet kur fillon pozita si mbaron. Ky është problemi, kështu që askush nuk e uron, po me fjalë të bukura bota sot ishte shumë paqe. Po që pikërisht kjo është, edhe po të ishte një herë, hajde të kalohet, por kur është në vazhdimsi, një moment ulesh në tavolinë për gjetje të zgjidhje politike. Zgjidhje politike do të thotë që zoti Rama është interesi i tij që të rikthehet në kulturën e votimit për të rilegitimuar, se do të thotë që të kesh zgjidhje parakohshme detyrimisht pse të humbasi. Por dy atëherë Rama do rezistoj, po do shohë që nuk mund të vazhdohet 3 vjet kështu. Pastaj Rama dje ose pardje pikërisht krijoi për mendimin tim një lloj skenari falso me ato emërimet për bashkiakët në Tiranë, në përrethe, por që mua është falso sepse pikërisht për shumë herë për bashkiakët. Po ideja është Rama tregoi që unë nuk
jo që nuk i paranoj intelektualisht, mendërisht, ideologjikisht, politikisht zgjedhje parakohshme sepse un kam mandate, por përkundrazi unë vazhdoj rrugën time dhe ja shikoni po futem në zgjedhje bashkiake. Kjo është pak a shumë ideja e Ramës, mesazhi i tij që për mua janë zgjedhjet e radhës, janë ato bashkiake. Por edhe poshtë nga ana saj, vazhdon rrugën e saj, bën zgjedhje e brendshme, por vazhdon edhe në rrugë procesat, kështu që në një moment do ketë për mendimin tim presion nga ndërkombëtarët që të ulen në tavolinë, pastaj do hysh në zgjedhje, po të hysh në zgjedhje parakohshme. Me çfarë do hysh me këtë kod zgjedhor? Pra ka shumë jemi vërtet në fazat e para. Ideja është që të injektohet ke perëndimorët ky mesazh që pse jo në Shqipëri të ketë zgjedhje parakohshme dhe po ta vini re sot për të parë agjensat e lajmeve që dalin nga një të mëdha të lajmeve që gjithmonë i kanë bërë horn këtyre protestave. Kësaj radhe nuk është më fjalë për Ballukun, po ta vini re, flitet për kërkohet tërheqja e Edi Ramës. Do vetë agjenca tani po bëhet si thua lloj ritransmetuesi të kësaj kërkese të opozitës pra për zgjedhje parakohshme. Kështu që sa më shumë të vazhdoj kjo rrugë, aq më shumë do krijohet ky lloj mesazhi që Shqipëria është e pjekur, e gatshme, është momenti i vërritshëm si në Serbi që të bëhen zgjedhje parakohshme, për ndryshe asnjë nuk ka interes sot në Evropë për një vend që kërkon të hyjë në Evropë të shikojë këtë lloj skenash. Dhe po të vazhdojmë me atë që thatë ju, vijimin pra të logjikës të vazhdimit të kësaj rruge. Ka shumë akuza ndaj Berishës dhe zotit Noka. Nëse Berisha ruan partinë, si e shihni përballjen e opozitës me qeverinë? Po, nuk është edhe po se ruti partinë Berisha, imagjino që të kesh një tjetër emër parti. Nuk mendoj se është kjo që do ta bëjë, sepse problemi sot, ke dy probleme, ke një problem kredibilitetit të opozitës, edhe kjo mund të me emrin e Berishës, mund të jetë me mungesën e programeve, sepse unë shoh që vetë Berisha, por edhe Salani s'ka program, as Sheja s'ka program, as Lapa s'ka program. Këtë program ka një alternativë që të bindë njerëzit. Por kjo është një problem. Problemi tjetër për mua kryesori është mosdëshira e këtij pushteti për ta lëshuar pushtetin me çdo lloj kushti. Do thotë që edhe po ta ndryshosh ti Berishën, edhe po ta heqësh Berishën në muajin maj, dhe është një person më nuk e di sot s'kam asnjë emër sot në Shqipëri, kjo do të bëte Ramën më gentleman. E thoshte, tani iku Berisha, erdhi ky dhe unë do të rregoj gentleman dhe zë i vjet më zgjedhjet, s'do ta përdor më shtetin për pushtetin, do të lejoj komisionet parlamentare, do të lejoj një jetë rregull politike në Shqipëri. Nuk e besoj se Rama do ndryshoj kështu, ashtu siç nuk ka ndryshuar Erdogani, ashtu siç nuk ka ndryshuar Vučić, sepse këta njerëz e dinë që kanë kryer kaq shumë gjëra të paqishme, për them me delikatesë, në pushtet që po largohen i hapi rrugën gjykimit tyre. Gjykatesi tyre është sa më gjatë në pushtet në mënyrë që të luhet para shkrimi dhe pastaj mbas shumë vitesh mos të gjykohen aty që kanë kaluar për Berishën, që ka kaluar shumë vite dhe asnjë sot do gjykoj më kush atë që ndodhi me piramidat financiare për shkakun se po bën 30 vjet. Kështu që kjo është pak a shumë loja. Kështu që duke pranuar këtë nga ana intelektuale që Rama nuk e lëshon pushtetin, pak rëndësi ka ke përballë. Edhe për Berisha. Përkundazi PD-ja opozita përgjithësi për te Berishës duhet që ajo vetë sot të shohim edhe këto lloj skenash, pse jo, të njerëz që protestojnë, sepse kjo është demokracia, por të ketë po ashtu edhe një alternativë dhe sot nuk po dëgjojmë as edhe një alternativë në politikë, në ekonomi, në jetën sociale. Dhe kjo është e habitshme. Gjithsesi, unë po insistoj edhe pak në pyetjet e mia, është ky një zhvillim konvenient për zotin Rama? Protestat apo zgjedhjet në PD? Flas për mbajtjen e pushtetit nga Berisha në Partinë Demokratike. I vjen pra për shtat, nëse Berisha fiton pra zgjedhjet në PD, a mund të themi që kjo i vjen për shtat zotit Rama? Nuk e besoj, sepse po iku Berisha, ai që do zëvendësë Berishën do jetë si thuash më pak trim në thonjë, sepse ai që bën trim Berishën, cila është? Se Berisha di fare që do hyjë në burg. Moshën që ka nuk bën burg. Ai që do i bën Berishës është pak më, si thua, është pak më i shantazhueshëm, është pak më i moshur që Rama ka interes që t'i Berisha sepse pikërisht mendon se që mund ta zëvendësoj Berishën, mund të jetë, si thua, ai mund të pranoj lojën parlamentare të rregullt, pra ai parlamenti janë në rrugë. Dhe gjithçka që bëhet parlamenti është interes e Ramës, sepse parlamenti pastaj ka fuqinë e kartonave. Pra s'mund të jesh sot një person, po aq po them në thonjza, aq të çmendur te Berisha, për të lejuar për të bërë të gjë që shohim sot në rrugë. Ti shef, edhe po të shohësh sot edhe rivalet e Berishës janë kundër kësaj.
Kështu që Rama nuk ka interes të shojë këto skena në rrugë, sepse këto skena në rrugë tek perëndimorët, tek Acelerit edhe ke Trumpi, bides i çojnë mesazhin që ky njeri, pra ky Edi Ram, nuk po e kontrollon dot vendin. Kështu që sepse Berisha është i pakontrollueshëm, kurse me një tjetër që zëvendëson Berishën, mund të kesh një lloj shpresë që e kontrollon pak a shumë, sepse mund ta kërcënosh për shumë gjëra. Sot Berisha është i pakërcënueshëm, çfarë mund t'i bësh më? Në gata e bën. Në arrest shtëpi e vun. Partia e morën. Don të gjitha ato 10 katastrofat e Egjiptit, biblike i ndodhen Berishës. Kështu që ai s'ka çfarë humbasi më. Dhe kjo e bën Berishën pak a shumë një rival shumë të rrezikshëm për Ramën, se s'ka çfarë humbas asgjë. Zoti Borimi, do duhet ndalesh pak edhe tek një tjetër situatë politike, por këtë herë në Francë që ka të bëjë pikërisht me zgjedhjet vendore atje. Si e pat rezultatin e zgjedhjeve në këtë balotazh për bashkitë në Francë? E pash si konfirmim i asaj që po shohim në Francë që prej do të thojë 2 vite që ndodhen zgjedhjet parakohshme. Që Franca sot është ndarë në 3 pjesë të papajtueshme midis tyre. Pra në 100% elektorat, ke 33% që e ke ekstrem të majt, 33% ekstrem djathtë dhe 33% e ke të qendrës, pra qendra e majtë dhe qendra e djathtë. Që është shumë pesimiste përse i përket asaj që do ndodhi pas një viti, se zgjedhjet bashkiake kanë një rëndësi, por nuk kanë rëndësi përcaktuese për të ardhmen francezëve, se nuk është bashkia që bën ligjet. Është Franca është republikë prezidenciale, pra presidenti i Republikës ai që vendos gjithçka. Edhe zgjedhja prezidenciale në Francë bëhet pas një viti. Problemi është se pas një viti, ky vend që ka ndarë në 3 pjesë, do kemi president, për një president duhet një majorancë. Pra president do jetë një president si sot Macroni, i pafuqishëm, do ketë gjithmonë një parlament të ndarë në 3 pjesë në imazhin e zgjedhjeve bashkiake që pa ndje. Pra është një vend i pa guvernueshëm, i pa qeverisshëm kur jemi 3 pjesë. A do kaloj Franca pak a shumë një logjik gjermane, ku krijohen koalicione dhe me disa partive që nuk janë të njëjtit lloj politik, ne kemi parë shpesh në Gjermani, pra djathta me të madhe qeveritë të bashkët. Nuk e besoj, Franca ka një luftë politike shumë të ashpër, dhe janë të papajtueshme. Kështu që zgjedhjet e djeshme të na konfirmuan që sot nuk ka një parti dominuese në Francë, nuk ka, asnjë parti nuk doli deri në krye. Megjithatë, a pritej një forcimi të majtës franceze? Nuk besoj se majta është forcuar. Nuk e besoj fare. Sigurisht që qytetet kryesore i mbajtje e majta, Parisin, Lyonin, Marseille, Bordeaux, nuk janë pak, por Franca ka 36.000 komuna. Majta fitoi këto, por humbi të tjera. Kështu që është në të lojën çfarë qytete fitova, çfarë humba, mendoj se të gjitha partitë do të njësoj. Po shikoj përkundrazi një avancim të ekstremeve. Pra 2 partitë ekstreme, partia e parë ekstreme që është partia e Le Penit, e djathta, në zgjedhjet kaluara bashkiake fitoi një qytet të madh që Perpignan, që është në jug perëndim të Francës, pranë firit spanjoll, atëherë ishte për ne një habi e madhe. Këtë herë kjo parti ekstremit djathtë Le Penit ka fituar një sër qytetësh të tilla, shumë, dhe s'po bëhet më përshtypje. Ashtu për herë të parë, partia tjetër tani ekstremit të majt, LFI pra e Mélenchonit, që është një disident e Partisë Socialiste franceze, ka marrë dhe ajo qytet të mëdha për herë të parë. Domethënë, lëja sot politike franceze ka edhe një 2 ekstremet dhe qendra e majtë dhe qendra e djathtë. Është e pa mundur në këtë vend të kesh, si thuash, një qeveri stabil, të kesh një se kuptoj se ky vend që për gjysmë shekulli që për De Gaulle që bëri ndryshimin kushtetues që bëri Franca republikë prezidenciale, si ky vend që kishte institucione kaq të qëndrueshme, e si kaq shpejt devijoi në këtë lloj forme jo të qeverisshme. Nuk flas për bashkiake, se dhënia bashkiake nuk kanë një vlerë në kuptimin legjislativ. Po humbjen e tubimit kombëtar në qytetet e mëdha, si e pat? Nuk humbi tubimin kombëtar, sepse tubimi kombëtar si ka patur të qytetet. Unë quaj humbje kur ke patur një qytet e humb. Tubimi kombëtar vinte nga hiçi. Mos harroni para 10 vitesh ishte hiç. Në 10 vjet, para 10 vitesh sa kishin një deputet. Kishin pritshmëri në opinionin tuaj? Po. Kishin pritshmëri, po dhe një herë për mua sot është një sukses për të, sepse vini nga s'kish nga qytet të madh. Kishin vetëm një, Perpignanin, që është qyteti i mesët. As 100 banor nuk.
Dhe kur e fitoi para 3 vitesh ishte ushqej habi. Jo, sot kanë avancuar shumë, por dhe sa do që të avancojnë, prap jetë të limituar, sepse ne shohim sondazhet kryesore të cilit janë sondazhet për presidencialet. Dhe po shohim sot që për presidencialet që bëhet pas një viti, partia që është krye është partia ekstremit të djathtë, pra ose kandidati i tyre, Bardella apo zonja Le Pen. Që është maksimumi, janë 33%. Po kështu është maksimumi, domethënë vetëm 1/3 e popullatës është për ekstremit të majt, ekstremit djathtë. Partia e qendrës janë ke 15%, secila, që bashkë bëjnë 30%, edhe pas 3 ekstremit majt, që është një vend ndonjëherë i ndar pak a shumë si puna e emblemës së Mercedesit. Ai u di me 3 pjesë. Kështu është Franca sot. Që se kishim njohur më parë dhe nuk u di çfarë të ardhme do ta rezervoj këtë situatë. Mbase pak a shumë kjo situatë do ta emancipoj më shumë literatin francez, partitë franceze, që të kërkojnë kompromise midis tyre, përndryshe nuk udhëhet vendi. Që dua të them. Në Shqipëri sot debati i madh, prandaj opozita nuk po bashkohet, cili është? Është se opozita në Shqipëri kërkon, për tim PD-s, kërkon një ribërje totale të kodit zgjedhor për të kaluar në sistem proporcional mbarkombëtar. Në Francë ky sistem gjithmonë është bllokuar. Franca ka patur majoritaren, sepse sa më shumë të kalosh një proporcional të pastërt, aq më shumë të jetësopton parlamentin dhe ku ka urrëti politike siç është Franca për Shqipëri, bëhet i pakëveshur vendi sepse nuk merren vesh bashkë. Shumë bukur. Por edhe me sistem majoritar, Franca sot po prodhon, po nxjerr një produkt proporcional. Që do të them që kur nuk ka rëndësi sistemi zgjedhor, nëse njerëzit besojnë tek një parti, ajo do votojnë. Do të them atë që nëse sot njerëzit në Shqipëri besojnë ke Shehaj, a besojnë ke Lapaj, për mua nuk besojnë. Ky është dishoj sot. Ato njerëz para mirë mund të votonin për Lapajin, edhe me sistem që kanë në Shqipëri. Por problemi nuk është as Berisha as Rama. Problemi është në Shqipëri sot ke politikanë që nuk arrin dot të bindin si në Francë, në parti që ishin komplet të vogla, ekstremi djathtë, ekstremi majt, dhe një para vitesh ishin parti pa asnjë deputet. Sot dhe jemi pashtu. Me të njëjtin sistem zgjedhor, pasi ndryshim sistemi zgjedhor, ja këto parti ke sot në përmaja. Pse? Sepse arrin dhe bindin. Pra gjithçka është ke forca bindse. Mund të jetë forca keqe bindse, por arrin dhe bind një elektorat si Trumpi në Amerikë, po ashtu që nuk ishte as antar i Partisë Republikane, arriti dhe bindi dhe fitoi primaret. Pra, ky është për mendimin tim sot ajo. E kuptoj. Konkluzioni është forca bindse që ke dhe sot në këtë planet çfarë force mund të kesh? Ke njerëz që sot që mendojnë se është ekologjia kryesore. Ka njerëz që mendojnë që ekologjia është kryesore, po me ekologji ngel pa punë. Prandaj shohim këto lloj divergjencash në opinion dhe nuk ka sot më të madhe djathtë në botë, ka pro ekologjisë, anti-ekologjisë, pro imigracion, anti-imigracion. Okej. Mirë, zoti Burimi, të falenderoj për bisedën dhe të uroj punë të mbarë. Po ashtu ju.